Ke fjallën Albin, jo vetëvendosi. Po i mund ta redukojmë ashtu se ajo është e vërtetë mastaj. Po du me të thonë, unë dhe PSD-ja nuk bëjmë pjesë në shpjegimin që krejt vetëvendosja ka qenë një rranë. Kish me qenë, ma mirë me qenë rranë vetëvendosja, se idenë të cilës për i rrënë Karshi. Nëse lejon... A mëj me sfidu pak këtë idenë? Nuk do me thonë që përse nuk pajtohëm, por vetëm me sfidu pak idenë të autoritarizmi i Kurtit. A nuk do të merrte shumë më shumë kontrol dhe shumë më shumë pushtet? Cili do prej politikanëve në rajon, e mos flasim për Kosovë, po t'i kishte 52%? Po ka me marë. Nëse për shembull Lumir Avdigjiku do t'i kishte 52% për 5 vjet, ata merr mendja që do të kontrollonte edhe më shumë se sa Kurti. Kjo s'është çështje karaktere. Ky shpjegimi liberal që karakteret se kur janë konë fëmijë kanë rajt, ose i kanë re, ose kur i kanë thonë fëmijë, kanë lavdu, edhe i ka bo ambicioz, edhe se cili ambicioz cilët njëjtë, nuk është kë. Pe Edi Ramës e deri te Vučići, çdo kush në për rajon. Nuk është e vërtetë. Janë ndryshëm se cili ka dhe të ngjajshëm. Se cili ka... Merkeli ka qenë 3 mandate kancelare, po s'ka qeverisë. Qysh mundet me qeverisë dikush tjetër? Po jo, po as në Amerikë. Rrim qëtu në rajon. Po jo s'po të rrinë në rajon, që në Amerikë, pra. Rrim rajon. Është modeli jonë më i mirë i demokracisë SBA-ja. Ose për të mirë, është? Tash. Qërë, me krahasu pak veten me SBA, janë edhe një 200 vjet kulturë politike. S'po di pra ku po dënë. A qëndrojnë në rajon? Po nuk qëndrohet në rajon, be, se ideja politike nuk është e rajonit, marut. Ideet politike ka nis nga Platoni të Aristoteli, dhe që aty e nda 2 linjat të mdhaja, pe që atje e të folet që është më organizu shteti e deri të kanti. Kur po më reduktoni atë flasim shtu, po pjanisim po volim vish për Kanal 10 pak. Po s'është kështu, politika s'është e rajonit, as ka lidhje me gjene, as ka lidhje me gjak, ka lidhje veç me ide dhe për të kuptime. Prandaj të reduktu... Veç një pyetje e bona. Po s'ka lidhje... Ky është që ka qëlluar aty mrapa te, foto e një aksionit të vetëvendosjes, që ka Albin Kurti. Okej? Ti e thua shpesh, unë nuk është përse nuk pajtohem, që ideja Kurtit për autokraci është e rrezikshme. Nuk është ide o zotëri, pret. është qëllim. As qëllim, është u realizu për dit. Policia e Kosovës është nën kontrolën e Albin Kurtit, dhe këta s'po ta thamon, ki komunikat të zyres amerikane që ndërprejnë bashkëpunimet për shkak se thot është bo instrument politik. Agencioni i inteligjencës është shëndru në mjet politik të Albin Kurtit. Gjykata kushtetuese do të shndrohet në mjet ose do të bëhet jo funksionale në marsin e këtij viti, sepse 2 gjyqtarë kalojnë, ja do t'i çojë edhe 2 tjerë, ja do ta lej pa quorum gjykatën kushtetuese, që është në kontrollin e tij. Këshillin prokurorial e ka sulmu dhe ka synu ton kohën, do ta merr tash. Jini duke mendu që si ti merrsh 50%, më njëherë ndërtohet autoritarizmi. A e din ti që në raporteret pa kufi për vitin 2025, raportin që ti e ke lexuar më mirë son? Po. A din kur krahasohet kur e krahasojnë veç Evropën? Rusia, Bielorusia, Gjorgjia, Turqia, Kosova. Kosova, sipas raportit të raporterëve pa kufi, Kosova është më keq se Serbia dhe Shqipëria. Dhe dëgjoj ka herë argumente ku më thojnë kriteret nuk janë të mira se këtu është më mirë se atje. Zotëri, reporterët pa kufi, kriteret i kanë njëjtë si për Rusi, si për këtu. Nëse si kanë mirë për Kosovë, si kanë mirë as për Rusinë, as për Turqinë, as për Serbinë. Ku ka ma keq se me çu Kosovën këtë nivel? Liritë dhe drejtat e njerëzit janë sulmu, gazetarët veçantë janë sulmu, sepse këtu po mendohet që është vetëm me rre gazetarin. Seni më i problematik në lirinë e medias është kur delegitimohet institucioni i medias. Dhe përpjekja e Albin Kurtit s'ka qenë me rre në gazetar, s'ka qenë me delegitimu. As me ble. Me thonë që ja kanë shit shpirtin opozitës, e opozita kapitalit. Qërë ti nëse donë me shti veten si medium